Këngëtarja Bleona Qereti, e cila vazhdimisht përpiqet të tërheqë sadopak vëmendjen, kësaj here ka guxuar së tepërmi, duke dalë në publik me një veshje transparente, thuajse nudo. Megjithatë, edhe pse e zhveshur, ajo nuk ka mundur të jetë në qendër të shkrimit të së përditshmes britanike Daily Mail, ku cilësohet si e etur për vëmendje dhe mbi të gjitha e veshura më keq në ceremoninë e shpërndarjes së çmimeve të muzikës amerikane AMA. Me sa duket mënyra që ajo ka zgjedhur për të rënë në sy para mira shikuesve në Amerikë apo për të bërë karrierë, nuk po ja ngre as pak imazhin. Përveç përpjekjeve për t'u bërë e njohur, ajo çdo ditë përpiqet në rrjetet sociale të bëjë të njëjtën gjë, duke postuar foto thuajse e zhveshur. Mes një lumi komentesh që bëjnë ndjekësit e saj, janë fare të pakta komentet pozitive, sepse ata nuk arrin të harrojnë faktin që në një ceremoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo nuk pranoi të thoshte faleminderit në gjuhën shqipe. How do I say thank you on Albanese? Thank you. I'm Thank American, you. dude. That's right. You're American now. Starbucks. That you live. Ndoshta Bleona duhet ta kuptojë më në fund se artistët e fitojnë famën me krijimet dhe interpretimet e arira që pëlqejnë nga publiku. Vetëm atë herë edhe ne do të jemi krenar që një shqiptare shkel në tapetin e kuq në një ceremoni të rëndësishme, siç është ajo e çmimeve AMA.